Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tim. Jo. Sikur jemi në Norvegji. Po duhet të kalonim nga ana tjetër për të vajtur aty. Wow. It's a me. Wow. Po, i kanë vendosur por prapë shumë e frikshme. Oh, what is this? New York pizza. Pizza apo pizza? Ti deri në orën 8 në punë apo? Ora nuk është në Përshëndetje, jemi në Strub. Edhe Juli mori një gjë që është për këtë xhamin. Për xhama, do më thënë për ujë. Edhe më tha që ishte 3.000 lek. Edhe ishte shumë ishte shumë i gëzuar. Le blog që kam marruar, po kam marruar dhe të flas. Edhe tani po ja hedh atë aty, na ndalojnë në mes të rrugës. Edhe po, kështu, kjo është gjendja. Unë jam më mirë tani, sepse ishin 2 javë, o zoti madh, dhe lutem që mos e përjetoj me atë gripa që të keq, temperaturë shumë të lartë, kam qenë 2 herë në spital, një natë kam shkuar në urgjencë sepse më mbajtën pak atje derisa të më ulej temperatura, por lavdi zotit tani që jam shumë mirë, thjesht pas gripit më dolën ja 2 puçra kështu sa për qef. Kështu, tani do shkojmë në Simsej, besoj se pastaj do shkojmë në shtëpi. Po, ndoshta. Shihemi pas pak. Ko tani çfarë ishte kjo që hodhe? Çfarë quhet kjo? Solucion për xhama, di unë? Ah, solucion për xhama. Dhe 3.000 lek ishte. 5 kg, 3.000 lek. 5 kg, 3.000 lek. Lavdi zotit që nuk na ka bërë me makina kështu valla fe. Po, ja fute këtu. Se u pas ka vende goxha. Okej. Ta-ta-tam. Miru pafshim.
Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tim, unë jam Debora për ata që nuk më njohin. Pas një kohë shumë të gjatë, por rikthehem në YouTube me forca të reja, sepse siç e përmenda pak tek klipi kur isha në Maqedoni, kam qenë shumë keq. Ai gripi i zuri besoj të gjithë, edhe nxënësit që kam në kin gjithmonë ishin të sëmur, por jo kaq shumë keq sa që ishim ne në Shqipëri mendoj. Ka qenë një situatë shumë e keqe, unë kam shkuar në spital diku 2 herë, kam shkuar në urgjencë, duhet të më mbanin atje, të mbite temperatura, kam marrë ilaçet nga çfarë vetëm thojnë ilaçet edhe kam listën atje me ilaçe akoma. Një doktor thoshte kështu, një doktor tjetër, domethënë gjithë secili më jepte ilaçe të reja dhe asnjë përmirësim derisa erdhi mami nga Tirana, sepse ka qenë mami në Tiranë, që kujdes pak për vllajën andej. Deri në momentin që ka ardhur mami, më ka ndihmuar bashkë me vllajën, kanë ardhur të dy, edhe që uri më këmba. Për 2-3 ditë që ndenti mami këtu me mua, më bëri një serum, ajo ishte më shpifura, por besoj se ajo më ndihmoi më shumë nga të gjitha. Duke qenë se ishte thjesht ujë, kripe dhe sheqer. Nuk e dini nëse keni parë filmin Outlander, por është me Claire Fraser, edhe Claire është kirurge. Por duke qenë se ajo udhëtoi në kohë, bëri këtë time travel, edhe ndihmonte shumë njerëz sepse ishte më avancuar me studimet e saj dhe me gjëra që dinte. Kështu që kur kam qenë sëmur mendoja në mendjen time, ku je o Claire? Të më shpëtosh edhe mua. Kur e kam treguar Julit ai ka qeshur, sepse të dy jemi se na u fik kjo, e ka zakon. Siç po ju thoja që po mendoja domethënë, pavarësisht lutjeve të shpeshta që banim, por që unë isha në një fazë shumë të keqe, arrita në një fazë që trupi nuk po marrte më temperaturën, edhe vetëm isha, domethënë nuk përmendesha dot. Kam pasur 2 netë të tilla mëngjese, edhe isha shumë keq, edhe është për lavdi të Zotit që jam këtu tani. Faleminderit për gjithë secilin që është lutur për mua, ja jam shumë mirënjohëse. Edhe po, lavdi Zotit që tani ky gripi kaloi, edhe po rikthehem këtu tani. Duke qenë se të dielën e kaluar, unë isha në Sinsej, në Maqedoni, dhe aty ishte dita që unë shkova në spital pasi u ktheva, sepse trupi nuk kishte marrë forca. Dje, që është videoja këtu që e pa, shkuam spontanisht me Julin në Maqedoni, edhe prap trupi im nuk ka marrë shumë forca ende, kështu që dua që të kaloj akoma pak më shumë, sepse pasi u kthyem nga Maqedonia, ishte ora 9 e ca, unë isha tu gjumë në shtëpi. Kështu që jam tepër e lodhur, thjesht mendoj që do trupi kohë të rikuperohet. Edhe siç po ju thoja, pra për tek Sinsej, kam bërë disa gjëra, disa blerje, që besoj e keni parë tashmë bluzën. Bluza e parë që kam veshur është kjo, roza. E mora këtë në sizin large, ngjyra më pëlqente shumë, por të gjitha bluzat që kam pasur me të gjata, nuk e kam pasur pak atë si crop kështu dhe mendoja që kjo do ishte pak problem, por nuk ishte fare problem. Ishte domethënë masa e saktë, kështu që duhet t'i mas gjithmonë, mangët duhet t'i më të gjata, sepse kam qenë tip që gjithmonë shkoja dhe bënja pazar tek sektori meshkujve. Edhe gjithmonë ku shkonim, do shkoja tek sektori meshkujve për të pasur sa kështu t-shirt ose bluza me më këtë shkurta me si janë ato të printuar ose me stampime, por që këtë vit thash nuk kam asnjë bluzë. Këtë besoj nuk më kujtohet ku e kam marrë këtë, ndoshta tek 6.000 lekëshi. I vura detyr vetes që nuk do marr më nga meshkujt, sepse thjesht mund të vesh ato që ka Juli, mund të vesh bluzat që marr për Julin, edhe për vete do marr disa kështu bluza më girly. Kjo më pëlqeu shumë sepse dhe materiali ishte shumë i butë. Besoj ishte diku tek 3.000 lekë. Ose 2.000 ca lek, kjo, sepse ja kam hequr etiketën kësaj, sepse e vesha, kështu që shikojmë tek qeska këtu. I kam futur prap, thjeshta për video. Tjetër mora këtë kapele. Kjo ishte besoj 1.300 me denar, kështu që nuk e di se sa shkon, besoj te 1.000 ca ose 2.000 lek. Në total, po më pëlqeu shumë kjo ngjyra që është kështu.
Nuk është ngjyrë Lejlash, Lejla e zbardhur, lavender ndoshta. Edhe më pëlqeu sepse nuk kam pasur kapele, kështu që dua që t'i fus edhe këto kapelet në outfitet e mia. Edhe po, mezi pres që do të thënë, po ta vendos kështu e di që nuk më shkon fare, se kam kapur dhe flokët kështu, po që e kuptoni. Kjo është kapela që më pëlqeu shumë ta merja. Kishte edhe kapelet e tjera me këtë lloj çmimi, kur kam shkuar në fakt tek Bershka ose tek Zara. Jo, te Zara jo dhe aq shumë, nuk është se kam qef, po te Bershka dhe Pull&Bear. Kapelet aty janë shumë të shtrenjta. Tani do thoni juve shumë të shtrenjta. Ata që më njohin mua, unë nuk marr gjëra shumë të shtrenjta, kështu që më pëlqejnë që ti pikas ato gjërat që janë materiale shumë të mira, për të lira më vlla, nuk dua unë të argjoj lek kot. Pse ta marr tek Pull&Bear për shembull 7.000 lek, kur tek Sinsay unë ta marr për 2.000 lek këtë gjë. Kurse lek. Kurse lek më shumë. Atëre, po tjetra. Kam marrë këtë bluzën tjetër, ishin tek një sektor, siç i lën kështu pile të palosur, edhe thjesht do të rëmosh. Të kërkosh, edhe kjo është 2.99. Këta nuk e di se si do më ri me trupin, sepse kjo është masa më, por nuk e di, shpresoj që të më bëj kjo. Besoj se më bën, më pëlqeu sepse kishte këtë kështu, si i thon, është dhe elastike është, por më pëlqen sepse ka këto vizat, siç e kam dhe këtë bluzën që kam veshur tani. Edhe më pëlqente kjo ngjyra gri sepse nuk kam bluza. Kështu që shpresoj që kur të shkojmë sërish në Maqedoni, këtë herë kur shkuam dje nuk bëra pazar për vete, duke qenë se bleva të dielën e kaluar. Kështu që të shkoj herës tjetër, nuk e di se kur do na bie radha, por që do shikoj se çfarë ka nxjerrë të sezonit edhe do marr disa rroba girly prap. Sepse dje morëm vetëm për julin. Po, atëre, julit kur shkova atje i mora këtë bluzën, te masa M, edhe bluza është 1.000 do më thënë 1.59, 1.59 apo 1.56? 1.59, ja të shikoni dhe këtu. Pra diku te 2.000 lek kjo bluza është falas. Për mua janë falas robat që kur shkoj tek Sinsay edhe pikas këto robat, janë vërtet falas. Kjo bluza më për juli, materiali është shumë i butë. Mora dhe një bluzë tjetër të bardhë që ka një xhep këtu më besoj, ose nga po. Edhe kjo është 2.000 lek. 2.000 lek do më thënë me denarët, nuk e di bëni vetë llogari, po 2.000 e ca lek. Ose 3.000, nuk e di se si funksionon. Po që kjo është bluza tjetër e julit dhe kjo është masa M. Po, ja. Materiali është super i butë. Unë i përdor dhe vetë këto bluzat kur i në shtëpi ose kur dal, më shumë me thënë të drejtën kam veshur rrobat e julit për shkak sepse kam djersirë edhe doja që të rija sa më lirshëm. Po që po, tjetra që unë tashmë i kam veshur ishin këto atletet. T'ju tregoj një histori të çuditshme që nuk e di pse më ndodh gjithmonë kështu. Kur mendoj për diçka, ja për shembull këtë herë mendova për atletet e këtilla, edhe i thash Jurit që kam shumë dëshirë të gjej Conversa, sepse kur kam qenë e vogël kam pasur një palë, po duke u rritur nuk më banin më dhe i hodha dhe ishin të kuqe. Më përpara atyre kam pasur një palë që kanë qenë me qafë, edhe ishin vetëm me ngjyra alberi kështu rreth e rrotull, po ato i visha gjithmonë. Po u prishën, ju prish kjo pjesa këtu, u thërmua fare, edhe u detyrova t'i hiqja fare se nuk ishte as e rehatshme tek kur e veshje. Edhe kalova shumë Conversa të tjera, domethënë, edhe mbeta pa Conversa. Kështu që i thash Julit para disa kohësh, para se të shkonim në Maqedoni të dielën e kaluar, edhe i thash që ore vërtet dua të gjej një palë Conversa, sepse më ka marrë malli edhe i stiloj shumë mirë, mund t'i vesh me fund, me fustan, me pantallona serioze, çfarë të duash ti, kombinohen shumë mirë. Mirë tha Juli. Edhe kur shkoj në Maqedoni te Sinsay, edhe kur shkoj tek sektori i atleteve, i pash edhe shkoj direkt te Juli dhe i thash, hajde të tregoj një gjë të bukur. Po ha, tha,
Edhe kur shkojmë aty, i them unë, ha, më shikoj, nuk e di se si funksionon kjo gjë, do të thënë, edhe për gjëra të tjera, për shembull kemi qenë në Norvegji, edhe tek një çift, jo tek një çift, po tek një familje që na ftuan atje, para se të shkonim atje, unë po shikoja video në YouTube, edhe doli kjo Tourette syndrome. Nuk e di si ta shpjegoj me terma, por që është ajo sindroma që truri sinjalizon trupin të bëj veprime pa e ditur. Për shembull që janë, për shembull Billie Eilish e ka, ose lëshon tinguj, ose fjalë. Po pa e kontrolluar ti nuk e di që do të ndodh. Mund ta ndjesh shumë pak, por është e pakontrollueshme. Edhe thash unë, okay, interesante. U informova për atë Tourette syndrome në YouTube. Edhe kur shkojmë te kjo familja në Norvegji, djali i tyre i vogël po bënte disa gjeste, edhe unë e kuptova, thash, nuk ka mundësi, vetëm Zoti që të përgatit për këtë lloj rastesh, se nuk e shpjegoj dot ndryshe. Më ka ndodhur dhe me situata të tjera që jam informuar më përpara që mos bëja ndonjë tip gjesti që bo çfarë ka kjo ose kështu. Edhe më ka ndodhur shpesh kjo gjë, edhe kjo me atletet ose me atë djalin, edhe e kuptova pastaj që ai djali i vogël kishte Tourette syndrome, sepse na thanë dhe prindit na shpjeguan, edhe i thash mamit më kështu, nuk e di si ka mundësi, për që po kështu. Nuk e di si ti shpjegoj këtë lloj rastesh, po nuk e di, vetëm Zoti është që të lajmëron për këtë lloj situatash edhe më ka para përgatitur. Por kjo me atlete, domethënë kjo ishte thjesht kështu, nuk e di, më ka ndodhur edhe raste të tjera. Edhe po. Tani doja t'ju tregoja edhe ato që ka marrë për Julin, por e kemi haruar çantën në makina, kështu që imagjinoni atlete të zeza të këtilla për Julin. Juli mori dhe një kapele të zezë, edhe ishte me kështu, me viza, me një copë pak e trash, ajo e shkonte shumë. Më duket se mori edhe një bluzë më duket, po, mori edhe një bluzë të zezë, ndoshta që të kombinoshte. Edhe kështu, po, unë shpresoj shumë që ju të gjithë keni qenë mirë edhe gripi të ketë kaluar. Edhe po, se do na fiket pra. Arritëm në fundin e kësaj videos, unë nuk e di se sa e gjatë do dalë, por shpresoj që t'ju pëlqej. Unë tani nga sot e tutje jam më mirë, kam pak kohë, më ngjet pak kolla, por ilaçe nuk dua më të konsumoj sepse jam ngopur për 2 javë. Jo 2 javë fix, po që kjo periudha ka qenë vetëm me ilaçe, bombardime me ilaçe. Kështu që dua që trupi të më marr pak ajër, edhe po përpiqem që të dal çdo mëngjes, po përpiqem, sepse nuk kam pasur fare fuqi, trupi akoma nuk ka fuqi, po që po, bëni më të mirën. Këtë po flisja edhe me shoqen time të ngushtë Xhenin sot, që sa më shumë njeriu të ketë, aq më keq është sepse do kërkoj të ketë më shumë. Kështu që të kënaqemi me aq sa kemi, plus që kujdesuni për veten. Unë në fakt nuk do dilja kështu në këtë video, ka që zbukuruar, edhe duke parë veten këtu, nuk e keni iden se sa e lumtur ndihem me veten, që u bëra një çik domethënë, u rregullova pak edhe të jem e prezantueshme edhe për ju, edhe për veten time, po ndihem mirë. Por që bëni një mask, bëni një ecje, bëni çdo gjë që juve ju bën të ndiheni mirë, kujdesuni për veten tuaj, sado pak, sado e vogël që të jetë, do jetë ajo në procesin tuaj që ju të bëheni më mirë. Kështu që plus tjetra që bisedova me shoqen, mos e krahasoni veten me jetën e dikujt tjetër. Gjithsecili ka atë rrugtimin e tij në jetën e vet. Kështu që Zoti ka për secilin prej jush një plan, edhe besojini atij, plus kaloni kohë me Zotin. Unë kam kaluar këto kohë të fundit, që kur jam ngritur në mëngjes, kam lexuar Biblën, jam lutur pak, edhe po krijoj një rutinë tani, kështu që po më pëlqen kjo. Sepse kohë më përpara e bënja këtë rutinën, ama nuk është se më tërhiqte që të shkoja prap me zell, që të lexoja Biblën ose kështu. Por këtë kohë ka qenë, domethënë, nuk e di, ka qenë si një transformim edhe për jetën time, kështu që ju inkurajoj vërtet juve që të kaloni dhe kohë me Zotin, sepse nëse nuk kemi Zotin të parin në jetë, atëherë çdo gjë do të shkojë në kaos. Vendosim atë të parin, çdo gjë do të shkojë vaj. Nuk premtoj që do të shkojë shumë mirë. Por, nëse vendosim Zotin të parin edhe çdo gjë ja lëm atij në dorë, atëherë çdo gjë do të shkojë shumë mirë. Besoj që arritëm në fundin e kësaj video, sepse nëse do vazhdoj akoma, do llafos më shumë.
Shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo video dhe për të gjithë ata që janë të rinj, shumë faleminderit që jeni këtu. Mos harroni që të bëni like, subscribe edhe të më ndiqni në videot e radhës. Pra, e kam ndryuar emrin e kanalit nga Debora Biba sepse kam hapur një kanal të dytë ku aty është emri Debora Biba dhe aty do të fokusohem vetëm tek covera edhe muzikë. Kështu që këtu do jetë thjesht ditari digital i jetës time. Prandaj kam vendosur Debora's Diary sepse vendosa 2 tek votimet në Instagram. Edhe thash ta bëj The Biba's Chronicles, nuk më kujtoj se si e kisha bërë, ose Debora's Diary. Kështu që ju votuat më shumë për Debora's Diary edhe u vendos. Edhe kështu. Paçi, shihemi në videon e radhës.